Dashi. Ditë mjaft e trazuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Bëni kujdes mos provokoni xhelozinë e partnerit sepse gjërat do ju ndërlikohen edhe më tepër. Beqaret duhet të jenë më të disponueshëm ndaj ftesave që do ju bëhen sepse vetëm kështu do e gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar do keni si objektiv kryesor përmirësimin e të ardhurave dhe do ja arrini qëllimin. Demi. Marrëdhënia në çift do fillojë të përmirësohet ndjeshëm sot. Do i sqaroni edhe mosmarrëveshjet që keni pasur. Beqareve do ju buzëqesh fati më në fund. As ata nuk do ndihen më vetëm, përkundrazi do kenë në krah një person me shumë vlera. Merkuri do ju udhëheq në planin financiar. Do jeni të kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi dhe nuk do hidhni hapa të nxituara. Binjakët. Fal influencës mjaft pozitive të yjeve edhe çiftet që kanë pasur zënka të forta do pajtohen gjatë kësaj dite. Do rigjeni paqen dhe harmoninë që aq shumë keni kërkuar. Beqaret më në fund do takojnë dikë me të cilin jo vetëm që do fillojnë një histori dashurie, por ajo do jetë afatgjallë. Në planin financiar do jeni me fat dhe nuk pritet asnjë lloj problemi. Gaforja. Mundohuni me sa keni mundësi që të ruani sa më fort komunikimin dhe bashkëpunimin në çift gjatë kësaj dite. Vetëm në këtë mënyrë do shmangni edhe debatet. Beqaret do jenë të shpërqendruar dhe nuk do dinë çfarë të bëjnë më parë. Financat duhen pasur më në vëmendje se kur më parë. Gabimi më i vogël mund t'ju kushtoj shtrenjtë. Luani. Po e larguar rutinën do e shpëtoni lidhjen sot, ndërsa po vazhduat të bëni të njëjtat gjëra si më parë do keni probleme goxha të mëdha. Beqaret do kenë një ditë të zakonshme dhe me disa takime interesante. Shfrytëzojeni sa të mundni. Ditë e favorshme edhe për sektorin e financave. Me pak mundim do arrini ta stabilizoni situatën dhe do ndiheni të qetë. Virgjëresha. Marrëdhënia në çift do thellohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do filloni të bëni plane me atë që keni në krah dhe madje do filloni të bashkëjetoni. Beqaret nuk do jenë në humor të mirë për të filluar lidhje, do vazhdojnë lidhjen e tyre normale. Në planin financiar do hidhni hapa të pamenduara mirë dhe situata mund të përkeqësohet. Tregohuni të kujdesshëm. Peshorja. Dita do jetë e mbushur me sensualitet dhe emocione të forta sot. Do ndiheni mirë në krahët e partnerit tuaj dhe nuk do dëshironi të shkputeni për asnjë çast. Beqaret nuk duhet të fillojnë menjëherë një histori dashurie pa i njohur mirë personat. Saturni do ju ndihmojë në planin financiar dhe do e rigjeni më në fund ekuilibrin e shumë kërkuar. Akrepi. Do kaloni shumë momente të lumtura gjatë kësaj dite dhe do dëshironi ta shfrytëzoni ditën deri në sekondën e fundit. Disa do marrin edhe vendime të cilat do ua ndryshojnë rrjedhën e jetës. Beqaret do kërkojnë pafund, por mundësitë do jenë të pakta. Në planin financiar tregohuni realiste dhe mos shpenzoni më shumë se sa ua mban xhepi. Shigjetari. Ju që jeni në një lidhje nuk do mund të parashikoni dot asgjë sot. Partneri do mundohet t'ju surprizojë gjithkohës dhe do ju bëjë të ndiheni mirë. Beqaret nuk do fillojnë histori dashurie afatgjata, megjithatë do ndihen mirë edhe duke biseduar me disa persona të njohur rishtazi. Ndikimi i Merkurit do jetë si thik me dy presa në planin financiar. Kujdes me çdo shpenzim. Bricjapi. Do keni shumë kundërshtime me partnerin tuaj sot dhe kjo do e përkeqësojë gjendjen mes jush. Nuk do mundeni dot të qetësoheni dhe të flisni qetësisht. Yjet këshillojnë të qëndroni pak larg njëri tjetrit. Beqaret ka shumë mundësi të fillojnë një lidhje serioze me personin që kanë takuar para disa kohësh. Financat mund të kenë ndonjë tronditje të vogël për shkak të disa shpenzimeve që do kryeni. Ujori. Nuk do tregoheni shumë të sinqert sot me atë që keni në krah dhe kjo do sjellë mosmarrëveshje të mëdha. Gënjeshtrat vërtet i kanë këmbët e shkurtra. Beqaret nuk do jenë me fat dhe do mbeten me të njëjtin status si disa ditë më parë. Në planin financiar do bëni shumë përpjekje për ta stabilizuar situatën dhe për të pasur edhe përmirësime. Peshqit. Do keni diskutime të gjata me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe në fund do merrni edhe një vendim me rëndësi. Do jeni të dy në humor të mirë. Beqaret do kërkojnë gjatë gjithë kohës, por edhe kur të gjejnë disa persona nuk do kënaqen me karakteristikat që ata kanë. Në planin financiar do përballeni me probleme goxha të mëdha të cilat do duan kohë të zgjidhen.